Eurodeputatët bullgar kërkuan hetim për raportuesin për maqoninë në Parlamentin Evropian Thomas Vajs, duke akuzuar për njashmëri në draft raport. Merret me tema që nuk kanë asnjë lidhje me përparimin e maqonisë së Veriut për antarësim në BE. Diskutohet për gjuhën e lashtë maqedonase, kombin e lashtë maqedonas dhe të tjera. Ky raport nuk është lënd i analizës etnike apo historike. Debati për raportin u shty për më datë 24 të këtij muaji, ndërsa kryeministri Mickovski është i sigurt se teksti i Vajs do të miratohet. Nema beganje. To izveštaj će biti usvojen zato što cela Evropa i Brisel znat za vekovni od poseben makedonski identitet i to će go podržat. Nga ana tjetër, zyrtarë të lartë bullgar kritikuan edhe Komisionerin Evropian për zgjerim Marta Kos. Ние вчера комисаря по разширяването госпожа Кос се опитва по някакъв начин да заобиколи вече приетите европейски политики по отношение на присъединяването на Република Северна Македония. Kreu i diplomacisë bullgare, Georg Georgiev, e vlerësoi si gënjeshtër tezën e opozitës bullgare se Sofia zyrtare do ta lejojë maqoninë në rrugën drejt BE-s në këmbim të dritës së gjelbër nga Brukseli për pranimin e euros si valutë në Bullgari. Тя не само е спекулация, тя е груба, тежка лъжа. Sipas deklaratës së fundit të ministrit të punëve të jashtme Timço Mucunski, ende nuk ka përgjigje nga pala bullgare nëse në samitin e NATO-s në Hag do të ketë takim mes presidentes Gordana Slanovska-Davkova dhe homologut të saj Rumen Rade.